Sot 3 korrik 2026 në Krusht e Madhe do japëm lamtomirën e fundit në Gjibe Hotit, vajzës Tarif Ramadanit nga Randobrava, ish i burgosur nga pas luftës ditë botërore, cili ka bërë pjesë në lëvizjen e ndeshës bashkë me Isuk Dëllovën edhe Nezir Hotin e Malush Dorakun e shumë tjerë, duke kundërshtu regjimin jugoslav të asaj kohe. Edhe gjatë burgit, Arif Ramadani edhe Nezir Hoti ja kanë dhënë besën njëri tjetrit që kemë pas zakonet shqiptar, që cilit i lind vajza apo djalë një dhënë tjetrit. Arifit i ka lind vajzë, Nezirit djalë, Aslan Hoti, cili është vra bashkë me grupin e babës ta, me ta gjallarve, e ka qenë i varrosur në abortimin, e kanë varrosur disa ushtarë. Edhe kur është rrit ajo për në moshë martesës, ka arë nusën krushe. Bocanes ka qenë punëtor shumë i madh, ka marrë për 10 vite burg bashkë me Isuk Dëllovën, babën e Kadrijesë, që kanë qenë se edhe në Krushe është marrë një nga mbledhjet lidhja ditë shqiptare. Është pllaka aty, në përërim ka marrë pjesë edhe baba i ish presidentit Kosovës Fatmir Sejdiu, edhe baba i tij ka qenë këtë lëvizje. Me toti në Shqipni ka jetu, pas luftës është në Kosovë. E dëshnuar familja Hoxha nga Dresa, sot të japim lamtomirën e fundit nanës Naxhibe, tezës tonë që e kemi patur, nusës martirit Aslan Hoti, i cili u vra në luftë. Po gjithashtu po japim lamtomirën e fundit kësaj nëne e cila ishte vajza e patriotit të madh Arif Ramadanit, dhe gjithashtu reja e patriotit të madh Nezir Hoti, të cilët bën shumë për lirinë që sot ne e gëzojmë. Nanën Naxhibe do ta kujtojmë gjithmonë, ashtu siç ishte një grua e mirë, një grua burrnesh, që edhe përkundër rritjes me vuajtje edhe përkundër humbjeve që pat edhe pas luftës, vazhdoi me ball hapur krenare për ato çfarë i dha vendi. Andaj, nderuame familje Hoti, Hoxha, ju shpreh ngushëllimin në emërtimin në emër të fshatit dhe Zoti e mëshiroft me parajsë. Uroj që t'u ketë lënë bekimin e uratën dhe edhe një herë të gjithë ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta. Prej pasur të أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو
هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين Falënderimi i qoftë Zotit që ndëshani i Nebi të ndershëm ka thënë, çdo person do ta shojë vdekjen e pastaj të nekin për të kryer. Bekimi dhe shpëtimi i qoftë mbi pejgamberin tonë të nderuar Muhammedin alayhis salam, në lidhje me të cilën është shpallur, vërtet do të vdesësh, por dhe ata do të vdesin. Bekimi dhe shpëtimi i qoftë edhe mbi familjen dhe shokët e tij, të cilët kur ndodhen ndonjë fatkeqësi toni, ne jemi të Zotit dhe të ai do të kthehemi. O Zoti im, mëshirona me Kur'anin e Kerim. Dhe na bën atë prins udhëfyes dhe mëshirë, o me mëshirë mëshirës. O Zot, se vapin e fituar të kësaj që e këndon nga Kur'ani i Kerimi, dërgoja dhurat shpirtit e Zotërisë dhe profetit ton Muhammed alayhis salam, shpirtrat e familjes dhe mbar shokët e tij, shpirtrat e besimtarëve e të besimtarëve, të gjallëve, të vdekurve e posaçërisht saj rahmetlijes në këtë vend e në këtë varë. O Zot, o varin e saj një koftë për koftët e gjennetit, e mos ja bëhat grop për gropat e xhenemit. O Zot, përforcoje këtë me fjalën e vërtet në jetën e gjithmonë, sikur që e ke përforcuar në këtë jetë. Dhe bëre prej atyre për të cilët nuk do të ketë frikë, as nuk do të dëshpërohen. O Zoti im, bërja shpirtin e saj të gëzuar, mëkatet e saj të falura, veprat e saj të pranuara, dhe jepja librin e saj në dorë të djathtë, lehtësoja llogarinë dhe furnizoj me begatitë e xhennetit nga mëshira jote, o me mëshirë mëshirues. O Zot, fali të vdekurit tanë, mëshirona i të sëmurit tanë, dhe na përfundove besim jetën tonë me mëshirën tanë dhe o Krijuesi i gjithësisë. O Zot, falë gjunaat tona, gjunat e këqija tona dhe merr na shpirtin me njerëz të mirë. Sadakallahu al-azim. Subhane rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة
Gjumat, në emër të djemve të rahmetin, faleminderit për pjesëmarrjen, Zoti ju shpërblet. E pa mi autoritet të vëllazër. Ja bëni halal të